Në kohën e komunizmit në 1949 lindi ideja e një laboratori për ndërtimin brenda kombinatit të tekstileve Stalin. Në 1969 laboratori hyri në përbërjen e Institutit të Studimeve dhe Kërkimeve në Ndërtim. Më vonë në 1979 u krijua Instituti i Studimeve të Teknologjisë së Ndërtimit. Instituti mbyllet pas viteve 90, megjithëse ndërtimet kanë bum zhvillimi. Godina u shfrytëzua dhe mori miliona euro nga projektet e Dritana Gollit. Në nëntor 2024 nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit u paraqit tek ish instituti koncepti First Nest, ose ndryshe qendra e zhvillimit të inovacionit në industrinë ndërtimore dhe teknologjike. Kjo bëhej në kuadër të javës globale të sipërmarrjes. Ja çfarë thuhej në ftesat e eventit. First Nest është ideuar si pikë referimi, modeli i një laboratori të integruar për inovacionin dhe zhvillimin urban Smart Cities, një vend takimi aktorëve të ndryshëm nga bota akademike, industria e ndërtimit dhe dija praktike për të zhvilluar një qendër që nxit rritjen e kapaciteteve dhe inovacionit. Konceptet e Dritana Golli ndryshojnë, sa herë që ndodh kjo, ka tendera dhe fonde që paguhen nga buxheti i shtetit. Së fundmi instituti I kthehet emrit të Zanafillës, do të bëhet laboratori Desh. Emërtimi I ri është inkubatori I biznesit në arkitekturë dhe ndërtim. Nuk mjafton parat për të kthyer në qendër, por tashmë kërkohen pajisje të reja, luk I ri. Kështu më 17 mars 2026 u publikua kontrata për kompjutra dhe pajisje elektronike për inkubatorin. Dritana Golli ka dërguar një letër ku e njofton kompaninë Pizzi Store të paraqitet për nënshkrimin e kontratës. Më konkretisht, objekti I kontratës së FSHZ është inkubatori I biznesit në arkitekturë dhe ndërtim në Tiranë pajisje elektronike. Fondi limiti I caktuar për furnizimin me këto pajisje është 255 milion lekë pa TVSH. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, kjo vlerë konvertohet në 264.000 euro. Kompania Pizzi Store është certifikuar nga raportet zyrtare për mashtrime me cilësinë. Megjithatë, pronari I saj Elton Mehmeti arriti të eliminojë konkurrentët fal vendimeve korruptive të Agollit dhe të Komisionit të Prokurimit Publik. Një flamur I kuq që Open Data valvitet mbi procedurën për të sinjalizuar riskun e korrupsionit. Ndoshta I trembur nga hetimet e SPAK, Agolli ka preferuar që vendimarrjen e tenderit ta ndajë me KPP, duke detyruar pjesëmarrësit të ankohen. Fillimisht duhet të themi se oferta e Pizzi Store është më e shtrenjta. Siç duket në dokumentin e ofertave, ka pasur kompani që mund të bënin këtë furnizim me afër 90 milion lekë më pak. Po ashtu vihet re si një nga aplikuesit ka marrë pjesë fiktivisht, duke paraqitur ofertë me vlerë 0 lekë. Më 17 dhjetor 2025 tenderi u fitua nga një tjetër kompani. Vendimi shkaktoi pakënaqësi tek të dy nga pjesëmarrësit në prokurim. Në datën 22 dhjetor 2025, kompania Fredi Electric ShPK ka denoncuar vendimin e komisionit të ngritur nga Dritana Golli që I skualifikonte. Ndërsa më 23 dhjetor 2025 do të ankojë Pizzi Store ShPK. Firma kërkonte skualifikimin e ofertës fituese. KPP më 2 shkurt 2026 vendosi të mos pranojë denoncimin e Fredi Electronic ShPK dhe të marrë në konsiderat vetëm ankesën e Pizzi Store ShPK. Në këtë rast, urdhërua FSHZ të rivlerësojë ofertat. Megjithatë, Dritana Golli ka bërë rokadën duke shpallur fitues kompaninë me ofertë më të lartë. Dhe, pasi u hap drita jeshile firmës Elton Mehmetit, KPP ka lejuar më 3 mars 2026 vazhdimin me shpalljen e fituesit të ri. Pizzi Store në vitet e fundit ka fituar rreth 160 tendera me vlera që kapin miliona euro. Shumica tyre janë pa gar apo shumë pranë me fondi limit. Kjo kompani ka metodë pune të mashtrojë autoritetet publike në mënyrë që të përfitojë sa më shumë. Për këtë arsye, në vitin 2024, Agjencia e Prokurimit Publik ka përjashtuar me 7 muaj nga pjesëmarrja në tenderat publik. Më konkretisht bëhet fjalë për një tender të vitit 2022. Mehmeti ka mashtruar në lidhje me disa skanera me të cilët duhet të furnizonte akshin. Mashtrimi ka dalë në pa në disa raporte të kontrollit të lartë të shtetit. Rezulton se kompania Pizzi Store ka fituar në tenderin për pajisje të një cilësie të caktuar, por realisht I ka sjellë në parametra më të ulta dhe rrjedhimisht më të lira. Mashtrimi vazhdon, edhe pse I përjashtuar zyrtarisht nga pjesëmarrja në tendera publik, për shkak të falsifikimeve, Mehmeti ka krijuar një kompani të re në emër të bashkëshortes. Në këtë kohë, Doriana Mehmeti e Quan Solutions ShPK ka arritur të marrë një kontratë me vlerë 270 milion lekë nga komisioneri Besnik Dervishi. Më 12 dhjetor 2025, Elton Mehmeti godet sërish, tashmë me një super tender. Këshilli Lart Gjyqësor me urdhër të Ilir Rusit ka zhvilluar një procedurë për blerje pajisje elektronike FV me një fond limit prej më shumë se 1 miliard lekë pa TVSH. Fitues është shpallur kompania Pizzi Store me një procedurë plotësisht fiktive. Nga 6 pjesëmarrës, 3 prej tyre kanë paraqitur ofertë 0 lekë. Kjo është një praktikë e njohur e gabimit fiktiv, vetëm për të plotësuar numrin minimal dhe për të hapur rrugë fituesit të paracaktuar. Ndërkaq inkubatori Dritana Gollit angazhon fonde të tjera në favor të kompanive të vitë mbushur me mashtrime dhe dënime penale të pronarëve. Në vitin 2019 Shpresa Joanidhi u dënua për mashtrime taksat. Njollën e hoqi shpejt nga biznesi I saj thjesht duke ndërruar emrin. Shpresa ShPK bëhet Dion L ShPK.
Pas kësaj erdhi një ngritje e fuqishme në biznesin me tenderat. Drejtori që ka firmosur tendrat me shifra të mëdha për Ioannidën është Dritana Golli i Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Së fundmi më 15 gusht 2025 Golli ka dhënë kompanisë Dion L një kontratë mbi 1 miliard lekë me një tender të dyshimt. Objekti i prokuruar quhet Inkubatori i Biznesit në Arkitekturë dhe Ndërtim në Tiranë. Duke qenë se ky fond shkon në llogaritë e biznesit të paracaktuar, komisioni toleron vetes të shkel procedurat. Ky tender është një skemë fiktive ku marrin pjesë si konkurrent ish partner biznesi që kanë fituar më parë tendrat në bashkim operatorësh me Dion L SHPK. Kështu Ergi SHPK dhe Ed Construction që kanë bërë oferta në këtë tender kanë përfituar më pak kontrata publike në joint venture me kompaninë e Shpresa Ioannidit. Ndërsa Kevin Construction SHPK ka bërë ofertë 0 lek. Në shtator të vitit 2019, Shpresa Ioannidi u arrestua bashkë me disa biznesmenë të tjerë, ku të gjithë u akuzuan nga prokuroria si shkaktar të një dëmi prej disa miliona eurosh ndaj shtetit. Ndaj saj dhe bashkëshorti Alfred Ioannidin u morën masat arrest me burg për skema mashtrimi me TVSH, duke shkaktuar një dëm të konsiderueshëm shtetit shqiptar. Më pas kaluan në arrest shtëpie dhe nisën të përfitonin tendera publik. Ata përdorën kontrata fiktive me kompani të cilat pas një periudhe të saktuar ose kishin kaluar në aktivitet pasiv ose kishin deklaruar zero xhiro vjetore. Disa kompani që zbatonin këtë skemë kishin deklaruar se nuk kishin pasur asnjë aktivitet. Në këtë mënyrë, shmangej kontrolli tatimor për rastet kur kërkoi këshirja mbylljes së aktivitetit. Madje bëhet e ditur se për të krijuar kompanitë fantazëm ishin përdorur individ që nuk kishin të ardhura apo që banonin në zona të largëta. Pasi identifikoheshin organizatorët e skemës u merrin kartat e identitetit dhe me të krijonin kompanitë që përdoreshin më pas për të përfituar nga vlera e TVSH-s. Vlera e faturave fiktive të gjithë biznesmenëve mashtrues të kapur në shkeljen atë kohë ishte 182.6 milion lekë të reja me një dëm prej 25.7 milion si rimbursim TVSH-je për buxhetin e shtetit. Ndërsa lekët e korrupsionit shkojnë për resorte, lekët e ndërtimit të kullave dhe resorteve që jep Edi Rama, po dalin një skemë masive për pastrimin e parave të pista të korrupsionit me tenderat. Më 20 nëntor 2024 u mblodh Këshilli Kombëtar i Territorit me në krye Edi Ramën. Për post të tjerëve, KKTU ka miratuar lejen për ndërtimin e një kompleksi vilash në Jal nga kompania Dion L SHPK.